Të dashur dëgjues të Radio Son, mirë se erdhët në emisionin ton, ku sot do të ndalemi në një nga temat më të rëndësishme të jetës njerëzore dhe shpirtërore, përgatitja për martesë në kishën ortodokse. Martesa është një nga vendimet më të mëdha që merr njeriu në jetën e tij. Është një rrugë që nuk lidhet vetëm me ndjenjat, emocionet apo dëshirën për të krijuar familje, por lidhet me vetë shpirtin e njeriut, me mënyrën se si ai zgjedh të jetojë, të sakrifikojë, të dojë dhe të ecë drejt Perëndis bashkë me një person tjetër. Sot jetojmë në një kohë ku fjala dashuri përdoret shumë, por shpesh kuptohet gabim. Shohim marrëdhënie që fillojnë shpejt dhe mbarojnë shpejt. Shohim familje që ndërtohen mbi emocionin e momentit dhe jo mbi themelet të forta. Shohim njerëz që përgatiten për dasmën me muaj të tërë, por nuk përgatiten për jetën martesore. Për këtë arsye, Kisha Ortodokse vazhdon të na kujtojë se martesa nuk është vetëm një festë njëditore, por një udhëtim i përjetshëm. Kur Kisha flet për martesën, ajo nuk flet vetëm për bashkimin e dy njerëzve. Ajo flet për bashkimin e dy shpirtrave përpara Perëndis. Dy njerëz vendosin të ecin së bashku në gëzim dhe në vështirësi, në shëndet dhe në sëmundje, në ditë të mira dhe në sprova. Ata premtojnë se nuk do të jetojnë më vetëm për veten, por për njëri tjetrin dhe për Perëndin. Në kishën ortodokse, martesa është mister i shenjtë. Kjo do të thotë se vetë hiri i Perëndis zbret mbi çiftin. Kur prifti vendos kurorat mbi kokën e dhëndrit dhe nuses, kjo nuk është thjesht një traditë apo zbukurim ceremonial. Kurorat simbolizojnë lavdin, por edhe sakrificën, sepse martesa është një rrugë sakrifice. Nuk mund të ketë familje të fortë, pa durim, pa përullësi edhe pa falje. Ola, shpesh të rinjt mendojnë se dashuria mjafton për të mbajtur një martesë. Por, Kisha na mëson se dashuria e vërtet nuk është vetëm ndjenjë. Ndjenja ndryshon. Ka ditë kur njeriu ndihet i lumtur dhe ditë kur ndihet i lodhur. Ka momente afërsie dhe momente vështirësie. Dashuria e vërtet është vendim, është zgjedhje për të qëndruar pranë njëri tjetrit, edhe kur jeta bëhet e vështirë. Është sakrificë, është durim, është aftësia për të falur dhe për të mos u larguar në momentin e parë të konfliktit. Në ditët tona, shumë njerëz e ndërtojnë marrëdhënien mbi pamjen e jashtme, mbi interesin material apo mbi emocionin e çastit. Por bukuria fizike kalon, pasuria mund të humbas, emocionet ndryshojnë. Ajo që mban një martesë është karakteri, besimi dhe mënyra se si dy njerëz mësojnë të jetojnë bashkë me Krishtin në qendër të jetës së tyre. Për këtë arsye, përgatitja për martesë duhet të fillojë shumë përpara ceremonisë së kishës. Njeriu duhet të përgatitet shpirtërisht, duhet të njohë veten e tij, duhet të kuptojë nëse është gati të mbajë një përgjegjësi, sepse martesa nuk është vetëm të marrësh dashuri, por edhe të japësh dashuri. Nuk është vetëm të kërkosh mirëkuptim, por edhe të kuptosh tjetrin. Kisha i fton të rinjt që përpara martesës të jetojnë me lutje. Lutja është themeli i çdo familje të krishterë. Kur dy njerëz luten bashk, ata afrohen jo vetëm me njëri tjetrin, por edhe me Perëndin. Ka shumë çifte që flasin çdo ditë për punën, për problemet, për planet, por nuk flasin kurrë bashkë me Perëndin. Dhe pikërisht aty fillon boshllëku shpirtëror. Një familje pa lutje është si një shtëpi pa themel. Mund të duket e bukur nga jashtë, por në momentin e parë të stuhisë fillon të lëkundet. Ndërsa familja që lutet bashk gjen forcë edhe në momentet më të vështira. Gjithashtu, Kisha këshillon që përpara martesës të rinjt të rrëfehen dhe të kungohen. Rrëfimi është pastrimi i shpirtit. Askush nuk hyn i përsosur në martesë. Të gjithë kemi dobësi, gabime, mëkate dhe plagë shpirtërore. Po kur njeriu rrëfehet me sinqeritet, ai shliron zemrën dhe përgatitet për një fillim të ri. Sa bukur është kur një çift hyn në martesë me zemër të pastër, pa gënjeshtra, pa maska dhe pa jetë të dyfisht. Sepse shumë martesa shkatrohen pikërisht nga mungesa e sinqeritetit. Kur njëri fshet të vërtetën,
kur mungon besimi, familja fillon dobësohet nga brenda. Një tjetër pjesë shumë e rëndësishme është pastërtia morale. Sot bota e shet lirësinë si diçka të vjetër. Shpesh të rinj ndikohen nga media, nga rrjetet sociale dhe nga mentaliteti modern që i shtyn drejt jetës pa përgjegjësi shpirtërore. Por Kisha Ortodokse vazhdon të mbrojë pastërtinë, sepse ajo mbron dinjitetin e njeriut. Dashuria e vërtet di të pres, di të respektoj, di të ruaj tjetrin. Marrëdhënia që ndërtohet mbi respekt dhe pastërti krijon besim më të fortë dhe themel më të shëndetshëm për martesën. Të dashur dëgjues, një nga problemet më të mëdha të kohës sonë është egoizmi. Shumë njerëz hyjnë në martesë duke menduar: çfarë do të marr unë dhe jo çfarë do të jap unë, por familja nuk ndërtohet mbi egoizëm, ajo ndërtohet mbi sakrificë. Nëse secili mendon vetëm për veten, martesa bëhet betejë, por kur secili mendon për tjetrin, martesa bëhet paqe. Burri dhe gruaja nuk janë rival, nuk janë kundërshtar, ata janë bashkë udhëtar. Burri duhet ta dojë gruan me dashuri sakrifice, ashtu si Krishti dhe shikishën. Kjo do të thotë ta mbrojë, ta respektojë dhe të kujdeset për të. Ndërsa gruaja duhet ta mbështesë burrin me dashuri, urtësi dhe besnikëri. Kur secili përpiqet të mbizotrojë mbi tjetrin, familja humbet paqen. Por kur të dy jetojnë me përullësi, familja mbushet me hir. Shpesh njerëzit mendojnë se problemet në martesë vijnë vetëm nga varfëria ose vështirësitë ekonomike. Por ka familje të varfra që jetojnë me shumë dashuri dhe ka familje të pasura që jetojnë pa paqe. Problemi më i madh nuk është mungesa e parave, por mungesa e dashurisë, komunikimit dhe pranisë së Perëndisë. Në kohën moderne, edhe rrjetet sociale janë bërë një sfidë e madhe për familjen. Sa shumë çifte jetojnë në të njëjtën shtëpi, por secili është i humbur në telefonin e vet. Sa shumë njerëz krahasojnë jetën e tyre me atë që shohin në internet dhe harrojnë të jetojnë realitetin e familjes së tyre. Familja ka nevojë për komunikim të vërtet, ka nevojë për kohë së bashku, ka nevojë për dëgjim dhe mirëkuptim. Ndonjëherë një bisedë e qetë vlen më shumë se shumë gjëra materiale. Një tjetër plagë e madhe është mungesa e faljes. Nuk ekziston familje pa gabime. Nuk ekziston njeri pa dobësi. Herët avon do të ketë keqkuptime, fjalë të gabuara dhe momente tensioni. Por aty ku mungon falja, zemra ngurtësohet. Falja nuk është dobësi. Falja është forcë shpirtërore. Njeriu krenar nuk fal lehtë, por njeriu që ka Krishtin në zemër mëson të ul krenarinë dhe të ruaj paqen. Familja e krishterë duhet të jetë vend paqeje. Fëmijët që rriten në një shtëpi me britma, urrejtje dhe konflikte plagosen shpirtërisht, ndërsa fëmijët që rriten në një familje me dashuri dhe lutje marrin forcë për gjithë jetën. Fëmijët janë bekimi i Perëndisë. Ata nuk janë pengesë për lumturinë, por dhuratë. Dhe prindrit kanë përgjegjësi shumë të madhe për edukimin e tyre. Nuk mjafton vetëm të sigurosh ushqim dhe shkollë. Fëmijët kanë nevojë për shembull shpirtëror. Ata mësojnë nga ajo që shohin. Nëse shohin prindër që luten, që falin dhe respektojnë njëri tjetrin, edhe ata do të mësojnë dashurinë dhe besimin. Por nëse shohin dhunë, sharje dhe mungesë respekti, plagët mbeten në zemrën e tyre për shumë vite. Prandaj Kisha e quan familjen Kisha e vogël, sepse brenda shtëpisë mësojnë gjërat më të rëndësishme të jetës: dashuria, falja, durimi dhe besimi. Të dashur të rinj që përgatiteni për martesë. Mos kërkoni vetëm dikë të bukur apo dikë me para. Kërkoni një njeri me zemër të mirë. Kërkoni një njeri që di të lutet, që di të falë dhe që ka frikë Perëndije. Pyetini veten: a mund të ndërtoj jetë me këtë njeri? A mund të përballojmë bashkë vështirësitë? A ka respekt? A ka ndershmëri? Sepse martesa nuk mbahet vetëm nga emocionet e fillimit,
por nga karakteri dhe besimi. Mos hyni në martesë nga presioni i shoqërisë apo nga frika e vetmisë. Martesa kërkon pjekuri, kërkon përgjegjësi, kërkon zemër të gatshme për sakrificë. Edhe mbi të gjitha, mos harroni kurrë se Krishti duhet të jetë qendra e familjes. Kur Krishti mungon, familja dobësohet. Kur Krishti është i pranishëm, edhe sprovat bëhen më të përballueshme. Të dashur dëgjues, një nga gjërat më të rëndësishme në martesë është durimi. Sot jetojmë në një kohë ku njerëzit janë mësuar të kenë gjithçka menjëherë. Nëse diçka nuk shkon mirë, shumë shpejt dorëzohen. Kjo mënyrë të menduarit ka hyrë edhe në jetën familjare. Në momentin e parë të vështirësisë, shumë çifte fillojnë të mendojnë ndarjen, largimin apo ftofjen ndaj njëri tjetrit. Por Kisha ortodokse na mëson diçka krejt tjetër. Ajo na mëson se dashuria e vërtet provohet pikërisht në sprova. Është shumë e lehtë të duash dikë kur gjithçka shkon mirë. Është e lehtë të buzëqeshësh kur ka paqe, rehati dhe gëzim. Por forca e një martese nuk duket në ditët e mira. Forca e saj duket në momentet e vështira. Aty ku ka lodhje, ke shkuptime, sprova ekonomike, sëmundje apo vështirësi me fëmijët. Pikërisht në ato momente, njeriu fillon të kuptojë se çfarë do të thotë dashuri e vërtet. Durimi nuk do të thotë jetosh pa dhimbje apo pa probleme. Nuk do të thotë të mos mërzitesh kurrë. Durimi është aftësia për të mos e lënë zemrën të ftohet. Është forca për të luftuar me përulësi për familjen. Është vendimi për të mos u larguar në çastin e parë të stuhisë. Shpesh, problemet më të mëdha në familje lindin nga krenaria, kur askush nuk kërkon falje, kur secili kërkon të ketë të drejtë, kur zemra mbushet me inat dhe fjalët bëhen plag. Por njeriu i duruar mëson të hesht në momentin e zemërimit, mëson të lutet edhe mos a lej djallin të sjellë përçarje në familje. Kisha na mëson se martesa është rrugë sakrifice. Nuk ekziston familje perfekte. Çdo familje kalon sprova. Edhe çiftet që duken të lumtura kanë lot dhe vështirësitë e tyre. Por ajo që i mban bashk nuk është perfeksioni, është durimi, falja dhe prania e Perëndisë. Sa bukur është kur në një familje bashkëshortët mësojnë të mbajnë barrën e njëri tjetrit, kur burri mbështet gruan në lodhje dhe gruaja mbështet burrin në vështirësi, kur në vend të fjalëve të ashpra zgjedhin mirëkuptimin, kur në vend të largimit zgjedhin lutjen. Sot bota na mëson se nëse nuk je i lumtur menjëherë, duhet të heqësh dorë. Por Krishti na mëson besnikërinë. Na mëson të luftojmë për dashurinë. Na mëson se pas çdo nate vjen drita e mëngjesit. Ka momente kur në familje mund të ketë heshtje, lodhje dhe trishtim. Mund të ketë ditë kur bashkëshortët nuk e kuptojnë njëri tjetrin. Por nëse ekziston durimi dhe dëshira për të ruajtur familjen, Perëndia sjell paqe dhe shërim. Durimi është fryt i dashurisë së vërtet. Njeriu që të do me të vërtet nuk largohet lehtë. Ai lufton, lutet, fal dhe përpiqet të ruaj ato që Perëndia ka bashkuar. Prandaj të dashur të rinj që përgatiteni për martesë, mos mendoni se familja do të jetë vetëm gëzim pas prova. Çdo martesë do të kalojë vështirësi. Por, kur dy njerëz ecin me Krishtin, edhe stuhit më të forta kalohen. Sepse aty ku ka dashuri, përulësi dhe durim, aty banon edhe hiri Perëndisë. Të dashur dëgjues, dua të ndaj me ju edhe një histori shumë të bukur nga jeta e një shenjtori të Kishës. Një histori që ka një mesazh të thellë për durimin, dashurinë dhe sakrificën në familje. Thuhet se një herë tek Shën Pajisi shkoi një grua shumë e mërzitur. Ajo i tha se në familjen e saj kishte grindje të vazhdueshme dhe se nuk duronte më. I tha se mendonte të largohej nga burri sepse ndjente lodhje dhe zhgënjim. Shën Pajisi e dëgjoi me shumë qetësi. Nuk e gjykoi dhe nuk i foli me ashpërsi. Pas pak i tha: "Kur fryn era e fortë, pemët që kanë rënjë të thella nuk rrëzohen, vetëm ato pa rënjë bihen me njëherë." Gruaja nuk e kuptoi me njëherë çfarë donte të thoshte shenjti. Atëherë ai vazhdoi dhe i tha: "Familja ka nevojë për rënjë të thella. Këto rënjë
janë durimi, lutja dhe përullësia. Nëse në momentin e parë të stuhis njeriu largohet, atëherë familja nuk mund të forcohet kurrë. Dashuria e vërtet nuk provohet në ditët e qeta, por në ditët e vështira. Pastaj shenjti tha diçka shumë prekse. Nëse ti ndez zjarr me zemërim, edhe tjetri do të digjet dhe zjarri do të përhapet në të gjithë shtëpinë. Por nëse ti sjell paqe, durim dhe lutje, pa nga pak do të ndryshojë edhe atmosfera e familjes. Gruaja filloi të çante. Ajo priste ndoshta që shenjti t'i thoshte të largohej ose të fajsonte burrin e saj. Por ai mësoi se familja shpëtohet kur njëri fillon me përullësi dhe me lutje. Pas disa kohësh, ajo u kthye përsëri tek Shën Paisi dhe i tha se gjërat në familjen e saj kishin filluar të ndryshonin. Jo sepse problemet u zhdukën menjëherë, por sepse ajo ndryshoi mënyrën si i përballonte. Filloi të lutej më shumë, të fliste me qetësi dhe të mos e linte zemërimin të sundonte zemrën e saj. Dhe dal nga dal, edhe burri filloi të zbutet. Kjo histori na tregon diçka shumë të rëndësishme. Familja nuk mbahet me krenari dhe zemërim, ajo mbahet me durim, lutje dhe dashuri. Kjo nuk do të thotë të pranojmë të keqen apo padrejtësinë, por të kuptojmë se dashuria e vërtet kërkon sakrificë. Ashtu si një qiri digjet për të dhënë dritë, edhe njeriu në familje sakrifikon nga vetja për të sjellë paqe dhe ngrohtësi në shtëpi. Dhe kur në familje hyn Krishti, atëherë edhe zemrat më të lodhura fillojnë të gjejnë shpresë. Të dashur dëgjues, ndërsa po i afrohemi fundit të këtij emisioni, le të mbajmë në zemër këtë të vërtetë të bukur. Martesa nuk është vetëm bashkimi i dy njerëzve, por një udhëtim i shenjtë drejt dashurisë së vërtetë dhe drejt Perëndisë. Në një botë ku shumë gjëra ndryshojnë shpejt, familja mbetet vendi ku njeriu kërkon paqe, ngrohtësi dhe kuptim. Dhe kjo paqe nuk ndërtohet me përsosmëri njerëzore, por me durim, falje, lutje dhe sakrificë. Nuk ka familje pas prova, por aty ku bashkëshortët mbajnë Krishtin në qendër të jetës së tyre, edhe vështirësitë bëhen më të lehta për t'u përballuar. Le të kujtojmë se dashuria e vërtet nuk është vetëm një fjalë apo emocion i momentit. Dashuria e vërtet është të qëndrosh pranë njëri tjetrit, edhe në ditët e vështira. Është të falësh edhe kur zemra lëndohet. Është të luftosh me përullësi për të ruajtur familjen që Perëndia ka bekuar. Të dashur të rinj, ndërtoni familje me themele të forta shpirtërore. Mos kërkoni vetëm lumturinë e përkohshme, por kërkoni paqen e zemrës dhe praninë e Perëndisë në shtëpitë tuaja, sepse aty ku ka lutje, ka dritë. Aty ku ka dashuri të vërtet, aty banon vetë Perëndia. Të dashur dëgjues, ju falenderojmë që na ndoqët në këtë emision. Miru dëgjofshim në takimin ton të ardhshëm. Të dashur të rinj, ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet tona javore, të cilat zhvillohen pranë Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Ditën e hënë, ora 18, organizohet studimi biblik, me qëllim thellimin e njohjes mbi shkrimin e shenjtë dhe forcimin e jetës shpirtërore. Ditën e njëjtë, ora 18, zhvillohen takime me tema shpirtërore, me pjesëmarrjen e të ftuarve të ndryshëm, të cilët trajtojnë çështje të rëndësishme për jetën dhe formimin e të rinjve. Ditën e diel, pas përfundimit të liturgjisë hynore, organizohet takimi i të rinjve tek salla e rinisë, ku zhvillohen biseda dhe aktivitete shpirtërore dhe sociale. Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë të rinjt. Jeni të mirëpritur. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka